Ofensiva toksore izraelite në qytetin e Gazës ka detyruar qindra mijëra palestinezë të largohen, me 10.000 të ikur vetëm brenda një dite. Sipas burimeve, numri i përgjithshëm i zhvendosurve në qytet ka arritur rreth 700.000 nga afërsisht 640.000 që ishte një ditë më parë. Shifrat nuk mund verifikohen në mënyrë të pavarur, por dëshmitar okular raportojnë se turma njerëzish vazhdojnë të largohen çdo ditë nga qyteti i goditur rënd. Aktualisht nuk ka vlerësime të reja palestineze për ato që zhvendosen drejt jugut të rripit të Gazës. Para ofensivës në qytetin e Gazës jetonin rreth 1 milion palestinezë. Shefi i ushtrisë izraelite Eyal Zamir u bëri thirrje banorëve të shkëpusin lidhjet me Hamasin, duke deklaruar se konflikti dhe vuajtja do të përfundonin nëse grupi islamik militant do të lironte pengjet dhe do të dorëzonte armët. Sipas burimeve ushtarake, Zamir tha se ofensiva në qytetin e Gazës po krijon kushtet për lirimin e pengjeve dhe për mposhtjen e Hamasit. Ndërkohë, të afërmit e pengjeve të marrë nga Izraeli shprehen shqetësim gjithnjë më të madh për sigurinë e tyre teksa ofensiva ushtarake po ashpërsohet. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nis gjatë natës për në SBA për t'u drejtuar Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në New York dhe për të takuar me presidentin Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë.